Të gjitha mallat elementare në Kosovë janë mashtrajtësi në Gjermani. Pra po flasim për miell, për vaj, për speca apo perime të ndryshme. Pra në bazë të matjeve që i kemi bën na, kemi qenë do të thotë në supermarketin në Kosovë edhe atje edhe kemi pa këta. Domethënë në Kosovë në supermarketin që e kemi vizitu, vajin më të lirë ne kemi gjetë 1.55 euro. Ndërkohë në Gjermani është 6 cent më lirë, 1.49 euro. Pra sheni është produkt gjerman. Mielli në Gjermani është 2 kg miell, pra qëre 2 kg miell bën 99 cent. Pra pi bjen 48 cent për kilogram, ndërsa në Kosovë është 89 cent kilogrami. Pra 1 kilogram 89 cent. Që i bie 1.7, 1.8 madje 2 kg, po mund të jetë në pak më lirë, kur bëhen fjalë për 2 kg, e sa i përket qumshtit, 1.39 në Kosovë, mund të ketë edhe më lirë, kjo është qumsht i importit, ndërsa në Gjermani është 99 cent. Pra 99 cent unë nuk kam pa në supermarketet tona çmim të qumshtit. Kemi specat në Gjermani, 1 kg. Domethënë ditën, kjo ka ndodhur domethënë ditën kur ne kemi bon këtu është gjysmë kilogrami, për 1 kg është 3.78 euro, ndërsa të njëjtën ditë në Kosovë ka qenë 5.89 euro për do të thotë 5.89 euro për kilogram i specave. Ne jemi duke u anku për gjëra tjera e nuk po ankohemi, as nuk po protestojmë për mallnat elementare, për ato që duhet me ngjip barkun. Do thotë një Gjerman ka të ardhurna 6 fish më shumë se një kosovar, ndërsa mallnat elementare i ka më lirë. Ne jemi duke protestuar vetëm për rrymë, rryma tek e funit është një 5 fish më lirë në Kosovë se në Gjermani. Po na pengojnë, nuk po na pengojnë do të thotë mallna të tjera, të cilat këtu i kemi mashtrajtë janë shumë elementare. Të shohim çfarë bëjmë.